Të dashurit e mi, Fitër Bajrami është një moment i shenjtë, një kohë që na bashkon të gjithëve në një atmosferë gëzimi dhe falënderimi. Pas një muaji agjërimi dhe lutjesh, çdo musliman i ndjen thellë emocionet të këtij festimi, ku zemrat ngrohen nga dashuria për njëri tjetrin dhe për Allahun. Kjo ditë është një ditë që na kujton rëndësinë e sakrificës, durimit dhe përkushtimit ndaj besimit dhe njëkohësisht na fton të ndajmë gëzimin dhe bekimin me ata që kemi pranë. Për të gjithë ata që e kanë kaluar muajin e shenjtë me devotshmëri, Fitër Bajrami është si një shpërblim që sjell paqe dhe harmoni në shpirt. Kjo fest nuk është vetëm një ngjarje fetare, por një mundësi për të bashkuar me ata që janë në nevojë dhe për të pasur mirënjohje për gjithçka që kemi. Me çdo lutje të ngritur, çdo urim të dhënë dhe çdo dhuratë të ofruar, ne forcojmë lidhjet mes nesh dhe ripërtërim besimin dhe shpresën.